Të përshëndes edhe një herë Lili, në fakt ashtu siç e tham që në krye të herës protestues të cilët kanë bërë thirrje në rrjetet sociale pikërisht për këtë protest para parlamentit vijojnë tashmë të mbledhur, janë një pjesë e vogël e tyre, disa dhjetra, ndërkohë që vlen të theksohet që nuk kursejnë në hyrje të deputetëve asnjë forcë politike. Pak më herët hynë disa deputetë të Partisë Socialiste dhe të Partisë Demokratike, ndaj të cilës lëshuan slogana dhe parulla thirrje kundër të dyja forcave politike, duke i akuzuar për bashkëpunim, e nga ana tjetër nuk munguan edhe thirrjet që ata janë pjesë e komunizmit dhe vijojnë të jenë komunistë në mendsinë e tyre. E nga ana tjetër thirrjet kanë vijuar njëkohësisht edhe ndaj deputetëve të tjerë, siç është deputeti Redi Moçi i Lëvizjes Bashk, i cili vlen të theksohet ka qenë në të gjitha protestat që janë organizuar para kryeministrisë, së bashku me kryetarin e partisë e tij zotit Arlin Qorri, por sërish nuk janë kursyer nga protestuesit as edhe zoti Muçi, në cilit momentin që u futën në ambientet e jashtme të parlamentit pati thirrje duke e etiketuar si komunist dhe pati thirrje kundër tij dhe të gjithë deputetëve që kanë përdorur pikërisht hyrjen anësore të parlamentit, në fakt është hyrje që përdoret kryesisht nga deputetët për shkak edhe të kontrollit më të vogël të sigurisë dhe ndërkohë që vijojnë thirrjet e ndryshme nga ana e protestuesve si për revolucion, ashtu për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama apo edhe largimin e klasës të vjetër politike, qofshin këtu edhe drejtuesi politik i partisë, drejtuesi kryesor i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha. E në këto momente mund të shohim në imazhe edhe një prej organizatorëve Gent Progni, i cili unë do t'i afrohem që mbajnë në dorë vezë, po ju shohim që mbani në dorë vezë. Këta e kene për të vlon ballën. Kur dalet ta gjagji ta vlon, kokës e ka. Jo kokës, se kapim dot. Si do të vijojë protesta? Kemi veni për gjagjijetin, këna ka pasur marr për gjagjijetin. Surprizë, po prisim. Do të vijoni të qëndroni sa të jenë deputetët brenda apo do të Deri kur dalim. Revolucion!